Kardiologu jep urdhër një muaj para sulmit në zemër, trupi ju dërgon këto 3 shenja. Mos i injoroni. Lodhja e tepërt është një prej shenjave të para të një ataku në zemër. Është më së normale që ju të ndiheni të lodhur pas një dite stresuese, por në qoftë se lodhja juaj është kronike, atëherë ju duhet të shqetësoheni dhe të kryeni të gjitha analizat e nevojshme. Nuk është natyrale të ndiheni të lodhur pasi keni fjetur mirë, ngrënë mirë dhe nuk keni bërë asgjë gjithë ditën. Çrregullimet e gjumit janë një tjetër tregues paralajmërues i atakut në zemër. Në këtë mënyrë, subkonscienca po ju tregon se ka diçka e cila nuk po shkon. Çrregullimet e gjumit mund të jenë pasojat e nevojës për të urinuar më shpesh, etjes së madhe dhe nevojës për ujë. Konsultohuni me një mjek dhe sigurohuni që gjithçka është në rregull. Një tjetër shenjë paralajmëruese është edhe mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra juaj nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë do t'ju duket sikur po ju mungon ajri. Tretja e keqe është një shenjë tjetër paralajmëruese e atakut në zemër. Në qoftë se stomaku juaj është gjithnjë i trazuar, atëherë duket se ka diçka që nuk shkon. Keni parasysh që tretja problematike mund të shkaktohet edhe nga ushqimet pikante. Nëse ndjeni dobësi në pjesën e krahëve dhe ankth në rritje, atëherë kjo mund të jetë një tregues i një ataku në zemër për shkak të mungesës së oksigjenit. Kur kjo ndodh, zemra i dërgon një sinjal shpinës. Të gjithë nervat shpërndahen në krah dhe shkaktojnë ndjesinë e dhimbjes. Nëse ndjeni mpirje tek duart, atëherë një atak në zemër mundet që të ndodhë nga momenti në moment. Nëse kuptoni që keni këto simptoma, vizitohuni tek një mjek menjëherë. Ndërkohë, këtunet do t'ju njohim me ushqime të cilat e dëmtojnë zemrën tonë dhe ju nuk duhet t'i konsumoni. Shëndeti i zemrës përmirësohet në rast se ju do të ushqeheni mirë. Konsumoni suplemente si omega 3 ose hekuri, si edhe kryeni aktivitete të caktuara fizike. Mirëqenia e zemrës varet gjithashtu nga një sër faktorësh, siç janë për shembull edhe ushqimet për të cilat ne kemi vendosur t'ju flasim sot në këtë video. Ushqimet e duhura dhe të shëndetshme luajnë një rol thelbësor për zemrën, ashtu si edhe luajnë një rol të dëmshëm ushqimet e gabuara. Në qoftë se dëshironi që të ruani shëndetin kardiovaskular për shumë vite me radhë, atëherë ju duhet që të shmangni me patjetër këto ushqime. Ushqimet e shpejta. Yndyrat e ngopura kanë një lidhje direkte me shëndetin e zemrës. Në përgjithësi, yndyrat e ngopura me bazë shtazore në kombinim me karbohidratet kanë një efekt përkeqësues për zemrën, por ushqimet e shpejta vijnë dhe të kriposura edhe në maksimum. Shmangini sa më shumë ushqimet e shpejta si sufllaqe, hamburger e të tjerë, në mënyrë që të mbroni zemrën tuaj. Ndërkohë, shmangni edhe mishrat e përpunuar. Salçiçet, prosciutha dhe pastërmat kanë një përmbajtje të lartë kripe. Vetëm një fetë e hollë prosciutho e përmban gjysmën e sasisë së rekomanduar ditore të kripës. Ky i fundit është përgjegjës për rritjen e tensionit të gjakut dhe të gjitha dëmet në zemër. Yndyrat e të skuqura rrisin kolesterolin në gjak, ndaj shmangni këto produkte sa më shumë që të jetë e mundur. Produktet e gatshme dhe njëkohësisht shumë të sheqerosura. Për vite me radhë, yndyrat janë përmendur si një nga shkaktarët MNZ në mesin e ushqimeve të sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, ekspertët tani besojnë se niveli i lartë i sheqerit mundet që të jetë një kërcënim, po aq i madh sa që kontribon ndaj obezitetit, inflamacionit dhe kolesterolit, si edhe diabetit. Të gjithë këta janë shkaktar të sëmundjeve të zemrës. Sheqeri.
Debatet mes kardiologëve janë përqendruar tek roli i yndyrave të ngopura, kolesterolit dhe njëkohësisht i sheqernave. Nëse ka një përbërës që duhet të eliminojnë pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose janë të rrezikuar prej tyre, është pikërisht sheqeri. Nëse ka një përbërës i cili duhet të eliminohet nga pacientët, janë edhe pijet më ëmbëlsues shtesë. Shumë konsumatorë gjejnë burimin më të madh të sheqerit të shtuar jo më në ushqime por në pije. Studimet më të fundit kanë treguar se më shumë se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve dhe 45% e femrave kishin konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar në mes të vitit 2011 dhe 2014. Drithra të ëmbëlsuara, ushqime që duket sikur janë pjesë e ushqimeve të shëndetshme, siç janë për shembull drithrat për mëngjes, janë të mbushura me sheqer. Ngrënia e karbohidrateve të rafinuara dhe sheqernave në mëngjes nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak ose luhat atë duke i çelur rrugën të ndimit për sheqer gjatë gjithë ditës. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë ngrënien e frutave, vezës, avokados ose bukës me drithë të plotë. Ëmbëlsirat e pjekura. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato të cilat shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plot me sheqer dhe gjasa janë të gatuara me yndyra të ngopura, siç është vaji i palmës ose margarina. Pica. Ekspertët e kanë renditur picën në mesin e 6 ushqimeve më të kripura pas mishrave të përmendur. Përmbajtja e kripës dhe yndyrave të ngopura e cila gjendet tek pica është gjithnjë në rritje me çdo produkt shtesë që ju shtoni në brumin e picës. Kur hani jashtë, mundohuni që të kufizoni me 1 deri në 2 copa picë ose zgjidhni picë me perime. Pijet e gazuara dietike. Ato mund të jenë pa yndyrë dhe njëkohësisht me 0 kalori, por pijet dietike kanë një anë të errët. Njerëzit mendojnë që pijet të tilla janë të shëndetshme, por jo. Studimet shkencore po provojnë dita ditës që pijet e gazuara të cilat janë në treg kanë lidhje me zhvillimin e obezitetit dhe njëkohësisht diabetit dhe kështu rrisin edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Por le t'ju njohim me ushqimet më të mira për shëndetin e zemrës. Bollguri është i pasur me fibër të tretshme të cilat mund të ulin kolesterolin. Ndërkohë, manafera, duke përfshirë boronica, lule shtrydhe dhe manaferat e tjera, mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Ndërkohë, çokolata e zezë, ajo e përbërë nga të paktën 60% kakao, mund të jetë e dobishme për zemrën tuaj, sepse ndihmon në presionin e gjakut, në pikse dhe në inflamacion duke i mbajtur nën kontroll. Agrumet. Njerëzit të cilët konsumojnë sasi të larta të flavonoideve që gjenden në agrume kanë një rrezik më të ulët të goditjes në tru dhe sëmundjeve të zemrës. Arra. Arra, duke përfshirë bajame, fistik, kikirik, përmbajnë fibra të mira për zemrën tuaj. Ato përmbajnë gjithashtu vitamine E cila ju ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Gjithashtu edhe vaji i ullirit është një burim i mirë i yndyrave të pangopura të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe të sheqerit në gjak. Mirë, po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato,
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!